Ushtrimi i prostitucionit në vendin ton tashmë flet ndërkombëtarisht. Në Durrës, policia arrestoi 2 shtetase kineze, të cilët kishin ardhur në vendin ton jo si turiste, por për të ushtruar prostitucion. U deshën 2 javë vëzhgime dhe përgjime për të zbuluar rolin e punonjësve të seksit, për të cilën u kapën në flagrancë me 6 shtetas shqiptar në një banesë të marrë me qera. Hetimi filloi pas këshyrës së faqeve online. Aty rezultoi të ishin foto të 2 shtetaseve kineze e po ashtu edhe numrat e tyre telefonike. Po nga hetimi ka rezultuar gjithashtu se ky grup i strukturuar kriminal në përbërë të cilës janë shtetas kinez, rekrutojnë këto shtetase nga Kina dhe më pas i dërgojnë në drejtim të Shqipërisë, ku gjejnë apartamente me qera për kryen e aktivitetit kriminal. Pagesat sipas faqeve fillojnë nga 100 euro. Nga kontrolli u gjetën dhe u sekuestruan 86.400 lek dhe 420 euro dhe 3 aparate celular, disa karta telefoni dhe disa karta banke. Ndaj tyre rendojnë 2 vepra penale, prostitucioni dhe shfrytëzimi i prostitucionit.